edhe një gruaje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka dhënë Imam Ahmedi. Dhe ajo kishte dëgjuar për pejgamberin sa mëson njëri madh, dhe kur shkoi te ai, ju dridh goja pitutës, se kam njëm të pa. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, mos u dridh, qetësoju, rri rahat, sepse unë jam një njeri që jam rrit jetim dhe kam hangër bukën bajat. Unë jam ai njeri i cili sot jam pejgamber, por unë e di kur unë jam kon jetim, e s'kam pas familje që më ruan, edhe kam hangër bukën bajat. Kanë thënë dietar, pse ja ka përmend këta? Për mi kallëzu se unë jam si ju, përveç Allah më ka po pejgamber. E ka kujtu gjendjen e fukarallokit për me ul çdo mendim të tjetri që ky është do një mbret të sprekët. Andaj pejgambert e Zotit nuk vinë me mësime që janë të veçanta për një kategori të njerëzve. Jo, namazi falemi këtë falemi namazin. Andaj këto mësime janë zbatueshme për krejt. Dhe kjo është njëra prej problematikave që nuk i kuptojnë disa prej akademikave që shtirën, që ata thojnë, për shembull, këtë probleme kanë ata. Thot, qish me hibe unë në xhami, pa ati tulli farnjereve ka pa shkollë. Ati ven bujku, ati ven qobani, ati ku të vijun ati? Tja si të ma pa kravatën që ma ka zonë frimëna, ku të vijun ati? E që këto a problemi, Allahu që është farë thot, bi se me thual mu të kebirin, sa ven i keqo, gjenemi për me një mdojt. Ani ka ven e qera, a zdo me arë këtu, hinë gjenem, nuk ka me zorë kur gjo. E pse ti zdush me arë këtu? Pse ti nuk dush me arë këtu? Po ati a tulli farnjeri, qka do më thonë tulli farnjeri? Nëse prindi jot nuk ka i shkollu, ma i bje që jot tulli farnjeri aj? Prindi jot se s'ka shkolla, i bje pa tulli farnjeri i bje. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka mat me shkollë, po e ka mat me njerëzillok.